Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 16 maj 2025. Dashi. Një ditë shumë produktive dhe e gëzuar nga një jetë familjare më e qetë. Në dashuri mund të jetë dita më e mirë për të pohuar veten dhe mbi të gjitha për të përjetuar disa emocione të reja. Demi. Mendimet tuaja në lidhje me parat janë disi të ndërthurura me çështje të tjera. Dashuria paguan zotimin, mos u lodhe. Binjaket. Ekziston nevoja për të gjetur një rrugdalje nga situatat e komplikuara që mund të kenë të bëjnë me familjen, dashurinë, por edhe punën, ju jeni më i zhytur në mendime. Gaforja. Ju nuk e kuptoni qëndrimin e një personi në vendin e punës, nuk e dini nëse ai është në krahun tuaj apo jo. Ju mund të jeni të ngadalë, prandaj kujdes mos e teproni. Luani. Do të duhet të insistoni shumë për të marrë atë që meritoni, por momentet e para pozitive do të fillojnë të vinë në ditët në vijim. Ju nuk duhet të jeni shumë intransigjent, veçanërisht kur bëhet fjalë për jetën tuaj emocionale. Virgjeresha. Do të thosha se do të ishte gjithashtu e mençur të mendoni për përfitime të mëdha që do të vinë, një njeri i peshqve ose gafores mund të kthehet në mendje. Aktivitetet e preferuara edhe nëse ide të reja të shkëlqyera. Peshorja. Dita përcakton një gjendje energjie të madhe dhe avantazh të madh. Fitoria juaj në punë do të vijë shumë shpejt ose gjithsesi do të ketë një rikuperim. Akrepi. Përparimi i jashtëzakonshëm dhe takimet e fryqme mund të japin përfitime dhe pohime gjatë javëve të ardhshme. Ju mund të bëni një marrëveshje afatgjat me një njeri të demit ose gafores. Shigjetari. Ju mund të vendosni se çfarë të bëni, edhe situata të ngushta që nuk vlen më për asgjë. Përparimi i dukshëm, pohim i sigurt, por duhet të përpiqesh t'i bësh gjërat sipas forcës tënde. Britsjapi. Të gjitha ata që kanë një projekt, një iniciativë dhe një vullnet të madh, në këtë ditë nuk duhet të mbajnë prapa dëshirën e tyre për sukses. Një mi hieshi. Ujori. Tensionet dhe disa përplasje shmangin çdo lloj provokimi. Ju duhet të përpiqeni të shmangni keqkuptimet ose qëndrimet intolerante, dyshimet e dashurisë. Peshqit. Një çmim i vogël është gati të arrijë, midis sot dhe nesër emocionet janë më të lehta për tu menaxhuar. Nuk përjashtoj lajmet e mira në punë. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.